sot, po nis një protest këtu, atyre shokëve të partisë i përshëndes dhe vajzat, po kjo është një protest si qytetar, i ftoj të gjithë. Është simbolik kjo nisje i vetëm, dhe do jem këtu ditë natë pa ndalim. Jo duke ikë në shtëpi, jo duke ngrënë dreka, duke dalë në televizore, pastaj duke ardhur për të protestuar njerë në kaq. Nga sot do vazhdojmë dhe uroj që këtu të ketë qindra e mira qytetar në ditën të vazhdim. Për më shumë do lidhem, ju përshëndes, ju dua fort. Fundja, ky është fati im. Jem një protestues i përjetshëm. Në erdhi dhe shteti, do me dhëmë policia, ata që unë dua shumë, e dini ju. Do jetë pandalim ditë natë, sot, nesër, pas nesër, kur të shpret gjykata, askush nuk mund të kërcënoj gjykatat e këtij vendi. Aq më shumë gjykatën kushtetuese. Dhe mendoj që nuk ka gjë për të festuar. Në një kohë kur po luhen fatet e vendit, çfarë të festosh? S'ka çfarë festohet. Kështu që do jem këtu, në mëngjes do dorëzojmë në polici dhe kërkesën procedurën, se i vetëm lejohet mua të rri, se banori i Republikës jam. Kështu që nesër dorëzohet dhe kërkesa për leje, e në vazhdim jeni të mirë pritur, i madh e i vogël, kur të doni këtu në shesh të bëhemi qindra, të bëhemi mira, të japim një mesazh i madh e i vogël. Nuk mund të vazhdoj kjo histori kështu. Një kryeministër që kërcënon gjyqësorin në momentin që po i troket dera e vet, dhe nga ana tjetër, që janë kap që të gjithë gafil. Shikojni ata në Greqi atje. Shikojni vëllezërit e shqiptarët kudo janë që vuajnë. Shikojni